Policia e Fierit prangosi Alessio Xhelo, një prej emrave më të kërkuar nga drejtësia greke pasi rezultoni dënuar për vrasje. 40 vjeçari u arrestua pasi teksa ndodhej në arrest shtëpie në pritje të ekstradimit apo jo drejt Greqisë. Ai ka kanosur për shkak të detyrës punonjësin e policisë që po e monitoronte 24 orë. Alessio Xhelo është arrestuar për veprën penale të kanosjes për shkak të detyrës të punonjësit të FNSH-s. Xhelo, ose ndryshe Titi, përdor edhe emrin Astrid Hasani. Ai është një person i shumë kërkuar në Greqi pasi u arratis nga burgu në qershor të vitit 2019, ku mori peng edhe një polic. Në tetor të vitit 2019 ai u kap në Vlorë ku lëvizte me një armë pa leje. Titi ka qenë i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një greku dhe i përfshirë në 8 shkëmbime zjarri me policin në Greqi, si edhe në dhunimin e gruas së një diplomati të huaj gjatë grabitjes së shtëpisë së tyre dhe në rrëmbimin e një të riu që e liroi pasi mori shumë para nga familja e tij. Grupi i Xhelos kryen aktivitet në zonën e Zografos në Athinë.